Faleminderit gjithëve. Unë do përpjekem që të mos zgjatem, thjesht dy fjalë për hapësirën që po inauguroj, e cila nuk është e rastishme në Muzeun Marubi. Jo rastësisht unë kam përzgjedhur një imazh të Marubit, e cila është ndërtesa e të parës konsullat franceze, e cila ishte padyshim në Shkodër. Kemi dëgjuar shumë për Korçën, po në fakt jemi pak më krenar për faktin që kemi një ndërtesë konsullatës franceze në Shkodër, por edhe të ndërtuar nga vetë Pietro Marubi. Çfarë është ndërtesa që hapësira që po inaugurojmë sot? Kup France Shkodra vjen si pjesë e paketës Kit Kubi K, si pjesë e kubit Francës në Tiranë, e mbështetur nga Ambasada e Francës në Tiranë edhe gjithashtu Ministria e Turizmit, Kulturës edhe Sporteve. Nuk po zgjatem, fjalën po ja kaloj ambasadores për të përshëndet këtë takim. Monsieur le ministre, monsieur le directeur, chers amis. Zoti ministër, zoti drejtor, të dashur miq. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui à Shkodra, en ce tout début d'année 2026, ce qui me donne l'occasion de vous présenter à titre personnel et professionnel à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères pour une très belle année. Jam shumë I lumtur që ndodhem këtu sot me ju në Shkodër në këtë fillim të vitit 2026, gjë që më jep mundësinë t'ju shpreh urimet e mia më të mira si personalisht ashtu edhe personalisht për një vit të begat. Et vous me permettrez aussi d'ajouter, de formuler des vœux pour l'Albanie en ce début d'année, en souhaitant à l'Albanie de poursuivre son chemin si impressionnant vers l'intégration dans l'Union européenne et vous assurer à nouveau que nous la soutiendrons. Dhe më lejoni gjithashtu në këtë fillim vitit uroj gjithashtu Shqipërinë për hapa të rëndësishëm drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe të shpreh mbështetjen tonë drejt këtij rrugtimi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de lancer avec vous les activités du Cube France Shkodra, qui est un espace culturel numérique innovant, dans le cadre du projet Kit Kubic, comme l'a dit notre directeur, qui est une initiative menée par Cube France Tirana, l'Institut français d'Albanie, en collaboration avec le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports et le musée Marubi, cela va de soi. Kam kënaqësinë të përuroj me ju sonte fillimin e aktivitetit të Cube France Shkodra, një hapësirë inovative kulturore digjitale në kuadër të projektit Kit Kubic, një iniciativë e udhëhequr nga Cube France Tirana, Instituti Francez I Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve dhe natyrisht Muzeun Marubi. Ce projet vise à développer la coopération culturelle numérique entre la France et l'Albanie grâce à des expériences culturelles immersives, certains d'entre vous ont déjà mis les casques, qui font le pont entre les patrimoines français et albanais. Ky projekt synon të zhvillojë bashkëpunimin kulturor digjital midis Francës dhe Shqipërisë përmes përvojave kulturore imersive, të cilë disa nga të pranishmit këtu e patën mundësinë, sepse I shoh që kanë vendosur edhe kaskat, që shërbejnë si urlidhse mes trashëgimisë franceze dhe asaj shqiptare. Le projet comprend le musée numérique Microfolie, projet international lancé par le ministère français de la Culture en collaboration avec La Villette qui est donc à Paris, et qui donne accès à plus de 3200 œuvres d'art numérisées provenant de 205 institutions culturelles du monde entier, dont bien sûr le Louvre, le musée d'Orsay, le Centre Pompidou et le Château de Versailles. Projekti përfshim në Muzeun Digjital Microfolie, një projekt ndërkombëtar I Ministrisë Franceze të Kulturës në bashkëpunim me La Villette Paris, I cili ofron çastje në më shumë se 3200 vepra arti të digitalizuara nga 205 institucione kulturore në të gjithë botën, duke përfshirë Louvrin, Musée d'Orsay, Qendrën Pompidou dhe Pallatin e Versailles. Et également des expositions virtuelles dans un catalogue qui a été organisé par l'Institut français à Paris. Natyrisht ai përfshin edhe përvoja të realitetit virtual me përmbajtje kulturore franceze nga katalogu I realitetit virtual të përgjedhur nga Instituti francez. Ce projet illustre donc la collaboration fructueuse entre les institutions françaises et albanaises au niveau national et local. C'est pourquoi je souhaite remercier vivement le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, cher Blandi Ganja, ainsi que le musée Marubi et particulièrement son directeur, Lucian Bedeni, que plus personne ne peut présenter, pour la mise en place de cet espace Cube France Shkodra.
Ky projekt ilustron bashkëpunimin e frutshëm midis institucioneve franceze dhe atyre shqiptare si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë lokal. Dëshiroj të falenderoj nga zemra Ministrin e Turizmit, Kulturës dhe Shporteve, zotin Gonxhe, si dhe drejtorin e Muzeut Marubi, Lucian Bedeni, në veçanti pra drejtorin, i cili bëri të mundur krijimin e kësaj hapësire Coupe France Shkodra. Alors là, je vais m'éloigner du texte pour dire que ça va aller. Tashi do largohem nga teksti. Pour vraiment remercier Lucian pour aussi ce geste qui m'a beaucoup touchée en arrivant, de découvrir cette photo du consulat de France à Scutari d'Albanie. Voilà, c'est un enracinement qui me va droit au cœur. Pra dëshiroj shumë të falenderoj zotin Bedeni, Lucianin për këtë surprizë shumë të bukur që më bëri me këtë foto të konsullatës franceze në Shkodër. Ishte një gjest që më preku me të vërtet, që tregon për rrënjët e thella që kemi në këtë rajon. Oui, c'est mieux quand il n'y a pas de texte. Tu fais encore mieux la traduction, c'est sûr. Pra është më mirë kur nuk ka texte. Et l'autre chose que je me permets de souligner, c'est la qualité du design de ce projet. Bien sûr, c'est une collaboration entre notre ambassade, l'Institut français d'Albanie, donc Cube France Tirana, mais l'appropriation qui a été faite dans ce projet est formidable parce que tout est cube. Tout est cube. Et en même temps, l'identité et l'atmosphère du musée est parfaitement intégrée, donc félicitations. Gjithashtu do dëshiroja shumë ta përgëzoja edhe për këtë ambient shumë të bukur të krijuar. Natyrisht që është një bashkëpunim me ambasadën e Francës, por arkitektura dhe gjithë konceptimi është në linjën e Muzeut Marubi dhe ja gjithçka është kub. Et parce que je voulais redire aussi combien pour nous le musée Marubi est pour nous, comme pour vous, un lieu qui incarne l'esprit pionnier de l'Albanie en matière de documentation visuelle. Et aujourd'hui, nous souhaitons y ajouter modestement la réalité virtuelle et les technologies numériques des musées, perpétuant ainsi cette tradition d'innovation visuelle à Shkodra et renouvelant notre engagement commun pour une culture accessible à tous. Muzeu Marubi është për ne një vend i cili mishëron shpirtin pioner të Shqipërisë për sa i përket dokumentimit të vizual. Sot ne dëshirojmë që të sjellim në mënyrë modeste këtë realitet virtual dhe teknologjitë numerike të muzeumeve, duke bërë që të zgjasë në kohë kjo traditë inovacionit vizual në Shkodër dhe duke rinovuar angazhimin ton për një kulturë aksesible për të gjithë. We understand each other very well. Nous profitons aussi de cette belle occasion pour vous faire découvrir l'extrait consacré à Shkodra dans une émission qui s'appelle Destination Francophonie, qui a été tournée par TV5 Monde, la grande télévision de langue française mondiale, que vous pourrez découvrir en entier fin janvier sur la chaîne de télévision TV5 Monde et aussi sur la plateforme TV Monde Plus. Përfitojmë gjithashtu nga kjo mundësi të ndaj me ju fragmentin kushtuar Shkodrës nga programi TV5 Monde, Destination Francophonie, pra destinacionet frankofone, të cilën mund ta ndiqni të plot në fund të janarit në kanalin televiziv TV5 Monde dhe më pas në platformën TV5 Monde Plus. Et pour nous, c'est très important parce que ce documentaire, qui sera diffusé dans le monde entier, permettra de mieux faire connaître l'Albanie, en particulier auprès des publics francophones du monde entier, et de valoriser aussi les initiatives francophones en Albanie. Natyrisht që ky dokumentar i cili do të shfaqet në mbar botën për një publik frankofon do të bëjë të mundur njohjen e Shqipërisë për këtë publik, por gjithashtu edhe të rajonit të Shkodrës dhe ne e vlerësojmë shumë një gjë të tillë. Et c'est pourquoi je voudrais aussi, et j'en terminerai là, c'est promis, saluer l'engagement des acteurs qui font vivre la francophonie à Shkodra, que ce soit l'Alliance française, dont la directrice est aussi ma traductrice favorite. Natyrisht që dëshiroj të falenderoj gjithë aktorët e frankofonisë në Shkodër, duke filluar me Aleancën Franceze në Shkodër, drejtoren e kam këtu si përkthyesen time të preferuar. Dhe më thot më lutet që të përkthej çdo gjë. Bien sûr aussi l'université Luigi Guarracucci. Voilà. Cucci, dont le recteur est parmi nous. Merci beaucoup, monsieur. Natyrisht edhe Universitetin Luigi Guarracucci, rektori, kemi kënaqësinë të kemi të pranishëm sot. Les élèves, les professeurs de la section bilingue francophone du lycée Osso Kuka. Nxënësit dhe mësuesit e seksionit dëgjues francez Osso Kuka. Bien sûr,
tous ceux qui travaillent dans les écoles qui alimentent la filière bilingue de Osokuka. Natyrisht dhe gjithë të tjerët që punojnë në shkollat nëntëvjeçare mbështetëse të seksionit dëgjues në shkollën Osokuka. Et enfin, je veux absolument mentionner la présidente de l'Association nationale des professeurs de français, qui est avec nous ce soir, bien sûr, et vous la verrez dans le film, parce qu'elle a été le guide fil rouge de l'émission Destination Francophonie à Shkodra. Dhe natyrisht edhe presidenten e shoqatës shqiptare të mësuesve të frëngjishtes, të cilën e kemi mes nesh, por që do ta shihni në dokumentarin Destination Francophonie, pasi ajo pati mundësinë të ishte guide e ekipit. Voilà, je voulais vous souhaiter une bonne soirée et vous redire bonne année, et donc Gezuar Vitin Iri. Ju uroj për ardhjen tuaj këtu, ju falenderoj dhe ju uroj përsëri për një vit të mbar, gëzuar vitin e ri. Faleminderit Zoja ambasadorit, po ja kaloj fjalën ministrit dhe pastaj jemi të gjithë të ftuar edhe për të shikuar një dokumentar edhe tek kokteli në Ovor. Faleminderit. Kemi lajmin e mirë për si vjet për vitin 2026 për Luçanin që kemi goxha fishuar buxhetin e Muzeut Marubi që megjithëse është tepër modest për atë që Luçani është në gjendje të bëjë dhe për atë që Luçani me kreativitetin e tij dhe me seriozitetin e gjithë punës së tij premton dhe është një nga drejtorët që kam thënë disa herë që është krenari që ti jesh ministri i tij. Dhe do doja të kisha shumë drejtorë si Luçani në sistemin tonë. Dhe nuk do lëm asgjë pa bërë si ministri që të krijojmë kushte, qoftë për zgjerimin e ateljes së Marubit me një godinë të re që duam ta shprehojmë këtu afër për ta zgjeruar hapësirën që ka nevojë Marubi për gjithë aktivitetet e veta dhe qoftë për gjithë atë rrjet të ri muzesh që Shkodra ka nevojë përtej Marubit, që ta arrim të kemi një themi vizitor në qytetin e Shkodrës, i cili të ketë një itinerar dhe një zgjedhje dhe një menu shumë të pasur, muzesh, ndalesash, destinacionesh, eksperiencash të vogla, të mesme, të mëdha, të cilat do të jenë mbi 20 në programin e ri dhe në projektin që ne kemi në Bashkinë e Shkodrës, për cilin kemi folur edhe sot me zotin Beci, i cili tashmë ka marrë mbështetjen dhe financimin dhe ku ne do të bëjmë çmos që të ofrojmë të gjitha arkivat, të gjitha fondet tona, të gjitha themi mbështetjet e nevojshme që mund të kemi për të bërë të mundur që këto muze të jenë së shpejti në Shkodër një realitet dhe të jetë një rrjet i cili të jetë i vizitueshëm edhe me biletë unike, edhe me një informacion dhe me një orientim shumë turistik, por edhe kulturor, historik, sepse është një qytet që ka një ndjeshmëri të jashtëzakonshme për artin dhe për historinë. Flitet se ti jesh një mega qytet, ti jesh një qytet i madh që të shkaktosh kuriozitet të vizitohesh, duhet të kesh të paktën 60 muze të vegjël, të mesëm e të mëdhenj. Ne jemi natyrisht në fillimet tona, Shkodra është e para në Shqipëri, është e para për nga shfaqjet, është e para për nga publiku dhe për nga cilësia e jetës artistike, por ka akoma shumë për të bërë dhe ka akoma shumë xhevahir në Shkodër që janë ende për të zbuluar dhe ka akoma shtëpi të vjetra, ka akoma histori, tradita, familje, ka shumë art, ka shumë patriotizëm, ka shumë shqiptari, ka shumë histori të Ballkanit, ka shumë krenari për rajonin që në Shkodër ne duam të zbulojmë edhe për themi vizitorët huaj, përveç se atyre shqiptarë që ju garantoj, njësoj si unë, jo të gjithë dim dhe jo të gjithë dim ende gjithçka në jetën tona mbi Shkodrën, mbi atë që Shkodra fshe, nëse mund ta themi kështu, dhe që ne do të ishim të lumtur ta zbulonim për publikun në çdo lloj kuptimi, në kuptimin edhe fizik, po edhe virtual, si eksperiencat që ju do të vizitoni përmes të Kubi, që është fal pra bashkëpunimit me ambasadën franceze dhe që e inkurajoj Luçanin edhe një herë në emër gjithë Ministrisë Turizmit, të Kulturës dhe Sportit, dhe që do të bëjmë edhe një herë, ju garantoj gjithë përsa jeni, se e di që jeni shumë të angazhuar në jetën kulturore të qytetit, që qeveria shqiptare do të jetë shumë pranë Shkodrës dhe mund të them për të mbështetur nga një ministër kulture, nga një ministër që mbulon fushën e përgjegjësisë për të kulturës në historinë e vendit tonë. Kështu që ju garantoj që do kemi lajme shumë të mira, shumë shpejt dhe shumë konkrete për Shkodrën. Faleminderit.
Faleminderit gjithëve, ju ftoj edhe tek kokteli, edhe kush dëshiron për me përvu eksperiencën VR apo për me pa dokumentarin, mund të qëndrojnë edhe këtu. Faleminderit. Good morning.